Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj sot raportoi për punën 6 mujore në takime qytetar, e ku ishin prezente edhe drejtorët e ekzekutivit si dhe shumë pjesëmarrës qytetare përfaqësues të shoqërisë civile. Fillimisht kryetari Totaj tha se ky raport në fakt është raport i gjithë ekzekutivit të komunës së Prizrenit. Komuna e Prizrenit tashmë dallohet për një punë të përbashkët për Prizrenin, të bëjmë një qytet më të mirë për të jetuar duke punuar në të gjitha sferat. Pastaj raportoi për punën dhe angazhimin e drejtorëve. Pastaj numëroi dhe disa nga projektet kryesore, ku tha se për këto është merit e drejtorit Qele Lamaj, po kështu ka përmirësime të dukshme në arsim dhe në të gjitha sferat, kurse më shumë tha se raporti do të publikohet. Pra gjatë kësaj periudhe kemi realizuar projekte të rëndësishme infrastrukturore në të gjitha zonat e komunës, me thek të veçantë në rregullimin e infrastrukturës në lagjen bashkëdërhane, krijimin e hapësirave publike cilësore, përfshi rehabilitimin e Shëdërvanit, si dhe lirimin e shumë hapësinave të bllokuara më parë, duke mundësuar frymëmarrje të lirë për qytetin dhe qasje të barabartë për të gjithë. Ngjarjet kulturore dhe ato sportive janë bërë tashmë pjesë e pandashme e jetës së qytetit tonë. Festivalet, aktivitetet për tri, mbështetje për klubet sportive, pa kthejnë Prizrenin, pra qytetin tonë, në një qendër dinamike dhe gjallë, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjallë. E dini që Prizreni sipas gjitha gjasave do të jetë qytet evropian i sportit për vitin 2026. E gjitha aktiviteti është zhvilluar në këtë periudhë, për shka natyrisht do të më falenderoj ekipin që është marrë me këtë punë, që ka udhëheq Jona. Në të njëjtën kohë kemi forcuar mekanizmat e transparencës dhe llogaridhënies në çdo nivel institucional. Komuna e Prizrenit ka shënuar përmirësim të vazhdueshëm në gjitha vlerësimet e organizatave që masin transparencën komunale, duke dëshmuar angazhimin tonë për të shërbyer qytetarëve me përgjegjësi dhe ndershmëri. Kemi pritur shumë ambasador nga shtetet perëndimore dhe kemi krijuar edhe raporte shumë të mira. Raportoi edhe për punën e angazhimin e secilit dikaster veç e veç. Gjatë kësaj periudhe ka realizuar disa aktivitete të rëndësishme si përorimi i varrezave të martirëve në Krusht të Vogël, blerja e 7 veturave të reja për komunën, furnizimi me lëndë djegëse për institucionet komunale dhe mbështetja aktiviteteve përkundimore dhe të organizatave të dala nga lufta. Po ashtu ka filluar ekzekutimi i pagesave për kryetarët e bashkive lokale. Gjendet civile kanë lëshuar gjatë 6.000 certifikata dhe ka trajtuar mbi 2.700 procedura zyrtare. Sektori IT-s ka realizuar mbi 450 intervenime teknike, përfshirë mbimbajtje të pajisjeve, konfigurime të reja dhe përditësime në platformat komunale. Drejtoria e Gjeodezisë dhe Katastrit, statistikat e kërkesave janë këto gjithsesi ka pas 10.732 kërkesa të trajtuara, 9.419 kërkesa të miratuara, 1.085 në proces, 142 janë refuzu, 60 janë pezullu. Të hyrat e grumbulluara janë 127.000 euro, 24% e të hyrave të drejtorisë, edhe ulje të hyrave për shkak të ndryshimit të tarifeve katastrale nga AKK në qershor. Do të thonë, niveli qendror i qeverisjes i ka ndryshuar tarifat katastrale dhe për këtë arsye kjo ka rezultuar me më pak të hyra. 134 vendime për ndërtim pa leje, objektet janë legalizuar, të evidentuara dhe të regjistruara në katastër. Almir Bajrami, përfaqësues e disa fshatrave të luginës së Lumbardhi dhe Prevallës, kërkoi të mos vendoset ndonjë ndalesi dhe pagesa të larta të mbeturinave në Prevallë. Banorët të Prevallës, ku e kanë villat edhe ku e kanë shtëpit, janë të shqetësuar me pagesën e berllogut. Pagesa e berllogut. Nuk mundën me pagu 3 herë më shumë banorët e Prevallës, edhe ata që janë me villat së komunës, që janë keq aty, banorët se bile 3 muj ato villat punojnë që aty. Dhe nuk janë ata shtetës të huaj, ata janë të gjithë kosovarë, se unë na e dim që shtetës e huaj e pagon 2-3 fisht. Nëse ka mundësi, ato të rregullohet, se kjo janë shqetësimet e banorëve dhe ata që kanë villat në Prevallë. Mbeturinave në Prevallë deri sa menaxhohet prej Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Komuna e Prizrenit nuk e ka asnjë detyrim ligjor për këtë hapësirë.
Unë e di se ekoregjioni ndërmarrja jonë shpesh për shkak humanizmit shkon edhe bën pastrimin dhe nuk e kanë lanë krejt në dorën e tyne, por nëse ka një inkasim tillë që unë nuk e kam këtë informacion, kam u interesu edhe kam e pa se kush inkason mjete për largimin e mbeturinave në përvallë. Imera Hoxha nga Malësia e Re parashtroi disa kërkesa për këtë fshat. Edhe një kërkesë kam drejtorisë të arsimit, janë bota ankesa do mos përfillje të banorëve të fshatit, do intervenime, shqyqër që përbohat investime. Po natalitetin nxënësave ka ra, na dim gjithë. Shkolla aktualisht që ka pas 4 dhoma, 5 dhoma, i ka përmbush që të nevojat nxënësave. Është bërë intervenimi aty punimeve, momentin pikrisht kur hapet shkolla, ose 3 muaj po mbyll shkolla. Ne kena pas takim dhe nuk na kanë marrë parasysh. Bajrame Tafallari ngriti çështjen e arsimit, kërkoi të ketë investime në Struzh dhe në lagjen e Trimave. Unë i propozoj një projekt, timin që e kam bërë, lidhur me gjuhën dhe drejtshkrimin shqip. Thjesht të dim të flasim dhe të shkruajmë shqip. Dhe e ofroj në shtator që të marrin këtë projekt dhe të punojnë me nxënësit që s'din shkrim dhe lexim. Pranver Aslani, Angel Kajtazi lavdëruan punën e kryetarit Totaj. E paramendu qeverisja Skukës dhe qeverisja e një menaxherit tillë është jashtëzakonisht shumë e meritume dhe meriton një kryetar me qenë në dheqje jo 4 vjeçare, por 8 vjeçare. Unë kam 2 kërkesa, i nderuar kryetar apo drejtor përkatës. Nëse ka mundësi, e kom ritheksu edhe ma herët, fshati Zhuri ka edhe 3 fshatra për rreth, me na bani mini kujdestari për ambulancën e Zhurit. Sa i përket treves ku gjindem unë, janë realizu punët duke përndëruar Zotit Qela, drejtorit të shërbimeve publike, edhe drejtorisht e arsimit është për lëvdata. Për kolegen që u anku, ndoshta janë ato politikat e ministrisë, por sa i përket politikës arsimore në komunën e Prizrenit, është në rrugë të drejtë dhe gjonat janë duke u konsoliduar. Ajo rrugë është prej lapidarit të fshatit Les deri në fshatin Les. Do thonë, kjo është kërkesa kryesore e fshatit Les që kjo rrugë të asfaltohet sepse është në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Pse nuk ka dentist lagja jetare? Kur më herët ka pas, nëse sot nuk ka. Ko është problemi nuk e di, ata kanë bën disa dhe doktor kanë bën kërkesa, po edhe banor, po nuk është hartë dentist ende. Disa stomatologë ju dini që na janë pensionu dhe ne kemi kry procedurat e konkursit rekrutimit për stomatolog të rinj dhe shumë shpejt pritet që stomatologu të vjen në jetën e re. Projekt buxhetin e vitit tashëm të parashihet edhe ndërtimi i ashensorëve në banesat kolektive, nga se unë jetoj, kam 2 apartamente prezent dhe një kërkesë e tillë merr dimension human. Banesa është 8 katëshe dhe jetojnë njerëz të moshuar, të smur, që në rastet e emergjencave është problem me i marrë, me i zbrit poshtë dhe me i dërgu në ambulanca apo në spitale. Kryetar, rruga kryesore Gjonej Mazrek është në një gjendje të mjerueshme. Kërkoj që sa më shpejt të bëhet një zgjidhje për atë rrugë. Paktë një ekipe ambulatore me pas në kufi, nga se tash fillon fluksi i madh edhe mërgjimtarëve edhe i tonit dhe shkuat të akne dhe bëhet shumë atë njerëz, qarkullimit. E kam një kërkesë për grumbullimin e bërllogut ku është janë vetëm 3 shporta aty dhe krejt ai rreth aty e bën grumbullimin e bërllogut është nuk mjafton e pikë. Nëse ka mundësi me caktu edhe një pikë tjetër që duhet prej shqetësimin tim për shumë shka që shoh dhe ato shka i shohëm neve në këndin tonë që i shohëm, ju do të na ndihmoni që t'i shohëm edhe më mirë edhe ju t'i shehni edhe më mirë se neve. Në të kundërtën, nëse nuk intervenojmë në kohë,
ato gjana do të jenë shumë banale, shumë të këqija. Po kjo është një sistem, komuna është një sistem shumë ndërlikuar edhe gjithmonë ka nevojë për feedback prej qytetarëve, për me na ndihmu neve me identifiku problemet, të cilat na pastaj duhet me i trajtu edhe me tentu me u bë zgjidhje. Kështu që po të inkurajoj me bën një takim, hajde direkt të une, i gjajmë një takim. Që kur folet e unë të ngova më kujdes, do më thonë ngova që thash më kujdes. Unë nuk thashin nuk i kërku. Ki kërku, po për shka që ku me di çfarë nuk është bëj takim. Po të inkurajoj mos përtofsh, bënë një kërkesë edhe e bëjmë një takim, e diskutojmë. Por, në Bashkinë Lokale të Velerës ka mjaft kërkesa. Një kërkesë e kam dorëzu te Drejtoria për Shërbime Publike. Po më intereson, a do të ketë gjasa që ndonjë pozicion aty në kërkesave me u realizu në vitin 2025, apo nuk do të ketë mundësi buxhetore. Se plani zhvillimor komunal e përcakton cilla pjesë e territorit komunës, prezident çfarë destinimi ka më pas, krejt në drejtim të orientimit, zhvillimit qytetit tonë për 10 vjet të ardhshme. Edhe mendoj që është një çështje që ja vlen me trajtu seriozisht.